që prej vitit 1999, Kosovën dhe funksionalitetin e Kosovës e ka mbajtur peng gjithë një projekti i Serbisë për kontrollimin e serbëve dhe të territoreve ku ata jetojnë. Serbia gjithë një e ka shfrytzuar popullatën serbe brenda Kosovës si instrument për ta realizuar programin e saj shtetëror hegemonist në funksion të pushtimit të Kosovës, dëbimit, represionit, kolonizimit dhe gjenocidit. Ashtu siç është proklamuar rregullisht, strategjia e qeverive tona dhe e faktorit ndërkombëtar ndaj këtij problemi pretendonte ta kishte për qëllim shkëputjen e ndikimit fuqishëm të Beogradit te serbët e Kosovës përmes mbështetjes të partive serbe, të cilët pretendonin se pranonin rendin institucional dhe kushtetutën e Republikës së Shtetit tonë. Dhe në këtë mënyrë, dal nga dal të lidhnin serbët me projektin e shtetëndërtimit multietnik të Kosovës. Pikërisht për shkak të kësaj strategjie të qeverisë tonë dhe të bashkësisë ndërkombëtare, u fuqizuan vazhdimisht ato parti serbe, të cilat i pranonin ligjet dhe institucionet e Republikës të Kosovës, siç është ta zënë Partia Liberale Serbe, ndonse dihet fare mirë se ata nuk ishin të pranishëm as në shpalljen e pavarësisë, e as nuk janë nënshkrues të deklaratës pavarësisë të Kosovës. Kjo megjithatë tregon se lidhja e tyre me projektin e Serbisë mbetet e pranishme. Por në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, që u mbajtën tash së fundi, do të thuhet që projekti për integrimin e serbëve të Kosovës dështoi në mënyrën më të keqe të mundshme. Lista serbe e krijuar nga Ivica Dačići e mori pushtetin në 9 komuna, po atë sa ka edhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe shumë afër Partisë Demokratike të Kosovës, e cila tash po qeveris me 10 komuna. Dhe kështu, një parti serbe, të cilën e përkrahte e gjithë bashkësia ndërkombëtare, mbeti minore dhe pothuajse e papërfillshme, kurse lista e Dačićit e krijuar drejt për drejt nga qeveria e Serbisë, prej raundit të dytë të zgjedhjeve në Kosovë mund të themi që është bërë pushteti absolut në mesin e popullsisë serbe në Kosovë. Ky është një dështim i përmasave drastike të qeverisë të Republikës Kosovës, të misionit të Bashkimit Evropian, si dhe të faktorëve të tjerë ndërkombëtar të cilët e kanë ndjekur deri tash këtë politikë në Kosovë. Kryetarët e zgjedhur të këtyre komunave janë bërë të gjithë bashkë dhe një zëri kanë deklaruar se nuk do ta njohin Republikën e Kosovës, shtetësinë dhe pavarësinë të shtetit tonë. Ata po ashtu kanë bërë të ditur se brenda Kosovës do të veprojnë sipas udhëzimeve të Beogradit. Kjo do të thotë se deri dje qeveria jonë nuk e njehte pushtetin ilegal të komunave serbe, sidomos të atyre të veriut. Por tash pas këtyre zgjedhjeve, qeveria jonë po i njeh ata si pushtet lokal, por ata po vazhdojnë të mos e njohin edhe qeverinë edhe Republikën tonë të Kosovës. Ky është një shërbim i jashtëzakonshëm që i është bërë Serbisë, duke ja lejuar asaj krijimin e një subjekti politik i cili vepron me direktivat Beogradit dhe programi i të cilit subjekt politik parasheh kthimin e Serbisë në Kosovë. Të gjithë e dim kush ja bëri Serbisë këtë shërbim pikërisht siç kërkoi ajo vetë. Ky është kryeministri Thaçi, i cili u pajtua me Ivica Dačićin në negociatat e Brukselit që lista serbe
të krijohet dhe të garante me atë program të papranueshëm politik në zgjedhjet lokale të Republikës së Kosovës. Ky kryeministër do të mbahet përgjegjës për këto politika të gabueshme, të cilat po e çojnë Kosovën drejt një dezintegrimi gjithnjë e më të madh. Pas mbajtjes së raundit të parë të zgjedhjeve lokale në 3 nëntor, strukturat e Serbisë, siç e dini, i shkatruan zgjedhjet që po mbaheshin në komunën e Veriut të Mitrovicës, të krijuar sipas decentralizimit etnik. Dacici pas shkatrimit të zgjedhjeve të 3 nëntorit doli dhe tha se nëse një shqiptar zgjedhe në veri të Kosovës, do të ketë konflikte të armatosura dhe dhrunë. Pra nëse nuk bëhet ashtu siç thotë Serbia, do të ketë dhrunë. Ky është një kërcënim fare i hapur me luftë, dhe tash u mbajtën zgjedhjet e tjera atje dhe fitoi njeriu i Dacicit. Nesër Thasi vazhdon të takohet me Dacicin drejt kompromiseve të radhës. Politikat e qeverisë aktuale fatkeqësisht po e çojnë Kosovën drejt ndarjeve të vazhdueshme. Komunat e fituara nga Dacici tash do të lidhen së bashku në asociacionin e komunave serbe, i cili u krijua prej raundeve të mëhershme të negociatave. Ky asociacion do të marrë premisa të një qeverie për serbët e Kosovës, e cila do të përkujdeset për ta, duke marrë vendime, si dhe duke i kontrolluar territoret ku banojnë serbët. Dhe nuk kemi kurfar dyshimi, ne si lëvizje dhe vendosje, se ata do të punojnë për Serbinë dhe nuk do të punojnë për Republikën e Kosovës. Qeveria do të jetë llogari dhe përgjegjësi për këtë që ka ndodhur, por shpresa në mesin e qytetarëve dhe të popullit të Kosovës mund të linë vetëm atëherë kur kjo qeveri të jep dorëheqje. Atëherë do ja kaloj fjalën deputetës tonë të Vendit të Kosovës, zonës Ergulina Haxhi. Faleminderit Glauk, faleminderit që jeni sot me neve në këtë konferencë. Ndonë se në ligjit për amnistin i ka paraprir shpallja zgjedhjeve lokale në Republikën e Kosovës, nuk ka dyshim se ndërlidhshmëria e këtyre dy fenomeneve është pjesë e kollazhit të marrëveshjes Thaçi-Dacic. Pas formalizimit të marrëveshjes së Brukselit dhe ratifikimit të kësaj marrëveshje, procesi të legalizimit të strukturave paralele dhe legalitetit të krijesës së ashtu quajtur Asociacioni Komunave Serbe i ka paraprir amnistimi i gjithë bartësve të institucioneve paralele, të cilët edhe në ditët e sodit janë duke u financuar nga Serbia pa u penguar fare nga kryeministri Thaçi. Ky epilog i ngjarjeve, që është kurorzuar me procesin zgjedhor, nuk ka asnjë dyshim se është ndërlidhje drejt për drejt e procesit të negociatave, të cilat ekziston tendenca e pafundësisë së tyre, siç e përmendi edhe Klauku, deri në shndrimin e subjektivitetit të Republikës së Kosovës në një krijesë e cila varet nga infuzionimi i jashtëm dhe si trup i paaft të ndjetesë. Por para së gjithash, sigurisht që është e udhës që të trajtojmë efektin e amnistisë së pjesëtarëve të strukturave paralele dhe ndërlidhjen e këtyre strukturave me procesin zgjedhor, i cili më së miri pasqyron aftësinë e Kosovës për ta shtrirë legjislacionin e saj edhe në atë pjesë të vendit. Nëse e analizojmë ligjin për amnistin, do të shohim se janë plot 31 lloje të krimeve që sot kanë amnistuar deputetët e Kuvendit për jashtuar këtu vetëvendosjen. Pra, nga kjo amnisti përfitojnë kriminalët dhe kontrabanduesit, si të Veriut, po ashtu edhe ata të Jugut, që kryesisht janë foleja e krimit të udhëhequr nga qarqet qeveritare. Sipas kësaj, amnistia i shërben legalitetit të strukturave paralele, duke u përgatitur këtë strukturë që si pasojë zhvillimit të procesit zgjedhor të njëjtën ta formalizojë dhe ta legjitimojë në këtë proces. Ky proces ka përligjur individët për të cilët ekziston dyshim i bazuar se kanë kryer vepra penale, jo vetëm kundër shtetit dhe institucioneve të Kosovës, por të njëjtit kanë kryer edhe vepra penale kundër popullsisë së Veriut të Kosovës, si gjatë luftës, po ashtu edhe pas saj.
Në raundin e dytë të zgjedhjeve, për kryetarët e komunave, si për shembull në Mitrovicën e Veriut, kanë qenë Krsmit Pantić dhe Oliver Ivanović, që të dy të involvuar drejt për së drejti në strukturat paralele, të involvuar në trazirat e pas luftës me qëllim të dëbimit të popullsisë shqiptare në veri të Mitrovicës, por edhe para luftës si pjesëtar të formacioneve paramilitare serbe. Pra, procesi zgjedhor. Derisa është diskredituar në masë të madhe në aspektin përmbajtësor, strukturat paralele të financuara nga një shtet i huaj kanë qenë edhe bashkëorganizues të zgjedhjeve në Republikën e Kosovës. Zgjedhjet e 3 dhe 17 nëntorit, po ashtu edhe ato të 1 dhjetorit, u kontrolluan nga kriminal serb, pra kriminalet serb ishin pjesë e procesit zgjedhor. Është folur shumë për shuarjen e strukturave paralele, por në asnjë moment ne nuk kemi qenë dëshmitar të shuarjes së ndonjë institucioni prej nga koha e ratifikimit të marrëveshjes Taçi-Dacić, miratimit të ligjit për amnisti dhe së fundit të fundimit të procesit zgjedhor. Pra, përderisa deri në prill të vitit 2013 kishim një strukturë të quajtur Rojet e Urrës, pas marrëveshjes së Brukselit kemi formacionin e quajtur Mbrojtja Civile. Nga Krsmit Pantić, që ishte njëri nga kryesit e veprave penale kundër shtetit, tani kemi një kryetar të komunës Mitrovicës së Veriut të legalizuar dhe të certifikuar nga KQZ-ja në proces zgjedhor pa sovranitet shtetëror. Sot, fatkeqësisht, jemi të bindur se decentralizimi kishte shërbyer bashkimit të komunave serbe për të krijuar krijesën autonome administrative territoriale, e cila ka për synim shkatrimin e shtetit të Kosovës. Sot kemi një lëkurë të Leopardit e cila e ka coptuar teritorin, administratën dhe popullsinë e Kosovës në territore dhe etni në shërbim të qëllimeve të Serbisë në Kosovë. Dhe përgjegjësia duhet të jetë koncentruar si në qeverinë e Republikës Kosovës, ashtu njëjtë edhe në opozitën formale e cila përgjatë gjithë këtij procesi i ndihmoi vazhdimsi pra qeverisë së Kosovës. Dhe nuk ka dyshim se gjithë kjo quhet menaxhimi i krizës dhe zgjidhjes së saj, sepse pikërisht postulati i qasjes ndaj problemit të veriut ka qenë menaxhimi i krizës, e cila domosdoshmë do të jetë prezent edhe për një kohë të gjatë. Dhe ky është korrelacioni i këtij procesi, ku minimumi është konflikti permanent në kufijt e brendshëm etnik dhe optimumi shkatrimi i shtetit të Kosovës. Në fund, duhet të ceket se për këtë janë meritor të gjithë ata deputet, si të PDK-s, LDK-s dhe të tjerë, të cilët ditën e 27 qershorit dhe 11 korrikut i thanë po defunksionalizimit të shtetit Kosovës dhe faljes zemërgjerë të kriminalëve dhe strukturave institucionale paralele të Serbisë. Pra, ne kemi vetëm një detyrë në këtë situatë, ta ndërrojmë sa më parë këtë qeverisje në mënyrë që ta shpërtojmë të tashmen dhe të ardhmen. Ju faleminderit, tash nëse keni pyetje, vetëm urdhëroni. Sa i keni dhënë për krahje kandidatit shqiptar, domethënë në Novogorod, Jusi Vedrenici, në mënyrë që ai të fitojë, domethënë të jetë një shqiptar dhe jo një serb kryetar komunës. Duke i vlerësuar këto rrethonat që kanë ekzistuar për komuna të ndryshme, ne kemi marrë pozicionime të ndryshme karshi rrethonave ekzistuese. Për shembull, në anë të Elezit, që dhe ne kemi dalë për krajet Zotë Sumaj, cili ka qenë një kandidat pa parti politike, po me një projekt të mirë, një njeri i pastër të ndershëm, dhe i cili ka qeverisë shumë mirë me komunën, dhe për këtë arsye ne kemi për krajet. Po ashtu kemi dhënë mbështetjen tonë edhe për kandidatin shqiptar në komunën e Artanës, dhe këtu dëshiroj ta sqaroj një dezinformat, e cila është shpërndarë më duket se nga Vjosa Osmanidis në një emision televiziv, e cila nuk e ka informacionin e duhur, ose e ka, por me qëllim manipulon, duke thënë se lëvizja vendose nuk e paska përkrahur kandidatin shqiptar në Artanë. Kjo nuk është të vërtet. Mund të intervistoni edhe përfaqësuesit tanë në komunën e Artanës. Ata do të tregojnë shumë mirë se lëvizja vendose kur mbetën vetëm dy alternativa, përfaqësuesi serb dhe përfaqësuesi shqiptar, që të garanojnë, ne kemi mbështetur përfaqësuesin shqiptar dhe kjo mund të argumentohet me fakt.
Po në e pyetje tjetër kush. Zoti Konusa, me fitoren kaq të madhe të listës sëpka, do thotë kjo që institucionet e Beogradit do shtrihen dal nga dalë edhe në jug? Po është e qartë që dhe shumicën prej komunave të cilat ndodhen jashtë atyre 4 komunave të cilat ndodhen në veriun e Kosovës janë fituar prej listës së Daçiçit. Kjo do të thotë që ato subjekte politike në të cilat për një kohë të gjatë ka investuar bashkësia ndërkombëtare, të cilat e kanë paraqitur veten si subjekte politike sërbe të cilat e pranojnë rendin institucional të Kosovës, pesha e tyre është bërë pothuajse pa përfillshëm tash, kurse lista e Daçiçit, e cila i merr udhëzime drejt për drejt nga ana e Serbisë, ka një pushtet pa diskutueshëm absolut. Prej 10 komunave në 9 prej tyre ka marrë pushtetin. Kjo do të thotë se edhe në për komunat tjera, siç është Tazën, Graçanica, do të bashkohen, do të kenë trysni që të bashkohen në asociacionin e komunave sërbe të Kosovës, e cila u krijua te negociatat e mëhershme, dhe në këtë mënyrë që entiteti sërb të cilin synon ta krijojë Serbia të mos kufizohet, tamam siç po thoni ju, jo vetëm në veri të Kosovës, prej 4 komunave ekzistuese, por të shtrihet edhe në jug, me qenë se tash pushtetin e ka një subjekt politik drejt për drejt i kontrolluar nga politikat e Ivica Daçiçit. Kjo do të jetë një shqetësim shumë i madh për Republikën e Kosovës, për institucionet tona, kur një subjekt politik me 20.000 vota në Kosovë i qeverisë 9 komuna dhe të gjithë kryetarët e tyre thonë se ne politikat tona dhe pushtetin ton do ta vendosin në funksion të luftimit të pavarësisë të Kosovës, nuk do të respektojnë ligjet e Kosovës, simbolet e Kosovës nuk do të jenë të pranishme, siç ka thënë njëri prej kryetarëve të këtyre komunave në ditën e djeshme. Pra, këtu do të kemi një politikë të organizuar, të orkestruar sërbe, që ta vendosin këtë asociacion të komunave në funksion të destabilizimit të Republikës të Kosovës. Bashkësia ndërkombëtare prej vitit 1999 dhe gjitha qeverit e Kosovës, prej vitit 2001, na kanë thënë se politika e mirë dhe efektive, qysh të zgjidhet ky problem, është që radikalët t'i neutralizojnë, gjithnjë më shumë. Liberalët dhe ata që i pranojnë ligjet e Kosovës, t'i forcojnë, edhe të investojnë në ta. Dhe kështu dal nga dal mesin e popullatës sërbe, këto parti, cilat janë të integruara në institucionet e Kosovës, të bëhen subjekte dominante politike në mesin e popullatës sërbe. Që kjo ka qenë strategjia, edhe ndërkombëtare, edhe vendore për vitit 2001. Kjo ka dështu në raundin e dytë të këtyre zgjedhjeve. Tash për këtë dështim kaq drastik, dikush do të merr përgjegjësi për mendimin tim. Se ne hymë me një strategji, ata gjithmonë e legjitimonin këtë strategji, ndërkombëtarët dhe qeveria tha që e kështu me radhë, thonin që në fund do të ketë sukses, thonin që në fund gjithnjëherë më shumë sërb do të kyçen këto parti cilat e pranojnë shtetin e Kosovës dhe kështu edhe territorët do të shkojnë më shumë drejt bashkimit. Çka ndodhis në këto zgjedhje të fundit është diçka absolutisht e kundërt me këtë strategji, e cila e ka pretenduar integrim. Ajo çka po shohim është një dezintegrim, sepse lista e Daçiçit në mënyrë mbizotruese i kanë poshtë subjekte tjera politike, në cilat atë gjatë ka investuar edhe Bashkia Ndërkombëtare, edhe misioni i Bashkimit Evropian, edhe qeveria e Republikës Kosovës. Kështu që në këtë aspekt, me këto rrethona të reja të krijuara, unë mendoj që tash është rendi që dikush të dalë i qeverisë të Kosovës të jap llogari për këtë dështim kaq të madh, të cilit këta i kanë kontribuar vetë. Kryeministri Thaçi nuk është dashur të pajtohet me Daçiçin në Bruksel për mu kriju një subjekt politik me direktivë të Beogradit.
dhe me një projekt politik e shkruar e zeza në të bardhë, në të cilin thuhet se ata e luftojnë shtetësinë dhe pavarësinë e Kosovës. Kryeministrin e kemi dhe presidenten, edhe njerëzit e institucioneve i kemi për me mbrojt Republikën. Jo për me dëmtu Republikën, si që po e dëmtojnë këta, me këto politika efektet të cilve tash po shihen.